Shqipëria mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj ndaj Ukrainës. Gjatë vizitës në Kiev, Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali dënoi sulmet ndaj popullsisë civile dhe infrastrukturës kritike ndërsa nënvizoi rëndësinë e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Albania condemns these crimes without reservation. Shqipëria i dënon këto krime pa asnjë rezervë. Nuk mund të ketë asnjë justifikim, asnjë paqartësi përballë një agresioni kaq brutal. Ne jemi rreshtuar plotësisht me sanksionet dhe masat kufizuese të Bashkimit Evropian, si dhe ato të organizmave të tjera ndërkombëtare. Kemi mbështetur integrimin evropian të Ukrainës dhe kemi përkrahur të gjitha nismat për pezullimin e Rusisë nga organizatat ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiha vlerësoi mbështetjen e Shqipërisë ndërsa u ndal tek perspektiva evropiane e dy vendeve. Sot diskutuam një gamë të gjerë çështjesh mbi bashkëpunimin dypalësh, mbi rrugën tonë të përbashkët drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria mbetet partneri ynë kyç në këtë rajon dhe një partner shumë aktiv në formatin Ukrainë-Evropë Juglindore. E vlerësoi gjithashtu Shqipërinë për mbështetjen e saj të palëkundur në kundërshtimin e agresionit rus, si dhe kryeministrin Edi Rama për qëndrimin e tij të fortë gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Spiropali dhe Sybiha nënshkruan një deklaratë përbashkët që dënon agresionin e Federatës Ruse kundër Ukrainës si një shkelje të rëndë të kartës së OKB-s dhe normave të së drejtës ndërkombëtare. Gjatë qëndrimit në Kiev, Spiropali u prit edhe nga presidenti Volodymyr Zelensky, i cili i akordoi dekoratën e urdhrit të princeshës Olga në shenjë mirënjohje për bashkëpunimin ndërshtetëror.